pas një procesi zgjedhor në ditën e zgjedhjes shumë të suksesshme, që dëshiroj t'i falenderoj qytetarët e Republikës Kosovës për një votim të dinjitetshëm, pa probleme, që kanë shfrytzuar të drejtën e tyre për të votuar, dhe unë jam i bindur që ky ka qenë një shërbim ndaj vendit, ndaj demokracisë dhe është për të vlerësuar. Megjithatë, procesi deri në shpalljen e rezultateve dhe certifikimin e rezultateve është stërgjatë pa nevojë që në mos të caktuar e ka zbe edhe suksesin e këtyre zgjedhjeve. Prandaj mendoj që kjo është për me u shqetësu dhe gjithsesi për me u adresu edhe asesi për me u përsërit në të ardhmen. Tash jemi në një fazë ku vendi duhet i ketë institucionet. Une besoj, duke respektuar kushtetutën, ligjet, partia e parë do të provoj në kohë dhe pa vonesa për me kriju institucionet. Edhe konstituimin e kuvendit, edhe qeverinë. Bazuar në situatën gjeopolitike në cilën ndodhemi, situatën ekonomike në cilën ndodhet vendi, Kosova ka nevojë për institucione. Në rast se partia e parë nuk arrin mbrana fateve ligjore dhe kushtetuese, unë jam i gatshëm si kandidat për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës të marrë përgjegjësitë për krijimin e qeverisë. Janë komunikim me partitë opozitare, janë biseda me partitë që kemi qenë në opozitë, që ne ta krijojmë qeverinë dhe t'i dhojmë institucione vendit. Nuk besoj që Kosova e ka komoditetin që të ketë vakum institucional. Unë dje, duke respektu kushtetutën, ligjet, kum dho dorëheqje nga pozita, apo kum hek dorë nga pozita të qenë deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës, dhe arsyeja është që unë jam kryetari i komunës Mitrovicës, komuna kish me shku në zgjedhje, besoj që ka qenë e pa drejt që mbrana një periudhe shkurt, nashta ma pak se 6 muaj, komuna shkoj 2 herë në zgjedhje, kish me qenë pengesë për zhvillimin e projekteve, po kish me qenë edhe barë për buxhetin e Republikës Kosovës edhe lodhje për qytetarët e komunës së Mitrovicës. Por kjo nuk më ndalon që unë punoj edhe kam shtetjen e plot të Partisë Demokratike të Kosovës, bisedat me partitë tjera për me e kriju qeverinë e Republikës Kosovës nëse radha ka lënë tek ne. Prandaj, çdo vonesë në konstituimin e kuvendit, në zgjedhjen e qeverisë, është e parasyshme dhe është e dëmshme për vendin. Ramza, e para, mund të rikonfirmoni se keni vijat kuqe me vetëvendosjen për të ofruar bashkëpunim, e dyta, me cilat parti opozitare jeni në komunikim, dhe e treta, si sheni kushtin e LDK-s që posti kryeministit i takoj atyre në rast se bashkëpunon me opozitën. A jeni të gatshëm për një kompromis të tillë? Unë gjatë fushatës zgjedhore do të thotë kam qenë kundër vijat kuqe. Edhe këto vijat e kuqe nuk është që i preferoj. Sa i përket bisedave, po jemi në biseda dhe fatbarësisht asnjë barierë në komunikim me asnjë parti politike apo politikan në Kosovë të ona ime nuk ekziston. Jam i gatshëm me të gjithë me bisedu. Dhe jemi në biseda edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe me Aleancën, edhe Nismen, edhe subjekte të tjera. Nuk kemi mri deri në atë fazën ku qysh do të më udhë formula e qeverisë, po jemi tu bisedu. Prandaj nëse vjen rada, sigurisht se unë jam shumë i përgjegjshëm dhe shumë i përkushtuar që vendit me dha institucione. Nuk kemi mri në atë fazën me bisedu për çështjet e ndarjes së posteve në qeveri. Ju po thoni që jeni në diskutime me LDK në të tjerat, por të njëjtën kohë ne e dimë që LDK-ja ka një kusht që është kryeministri. A do të ishte e gatshme për LDK-ja dhe jo Juliana që ta jepni postin e kryeministrit për një koalicion me partitë opozitare?
Partia Demokratike e Kosovës e ka bërë qartë edhe gjatë gjithë procesit parazgjedhor edhe fushatës zgjedhore. Realisht, unë e vlerësoj shumë votën e qytetarëve të Kosovës. Janë shumë minjos gjithë aty qytetarëve që kanë votu Partinë Demokratike të Kosovës. Po kum shpreh falënderimin për gjithë qytetarët e Kosovës pa dallime politike për një proces korrekt zgjedhor. Megjithatë, renditja është e qartë. Partia Demokratike e Kosovës është partia e dytë, i ka 24 deputet dhe asnjëherë në tavolinë nuk kemi pas kërkesë, nuk kemi pas ende temë se çysh ka mundok qeveria e jashtme e Kosovës. Rradha dihet dhe mbi bazën e kësajna ne do të diskutojmë. Fillimisht kur e përmendet konstituimin e Kuvendit për Formimin e Institucioneve, si PDK, deputetët e PDK-s apo ta përkrahin kushdo që propozohet prej partisë fituese si kryetar ose kryetare e Kuvendit. Edhe çështja e dytë, a mundesh me nda ma shumë detaje lidhje me diskutimet që keni zhvilluar me partitë opozitare, në çfarë faze keni rritë, çfarë tema keni diskutuar? So herë jeni takuar nëse veç ka pasur edhe takime formale me juve, edhe ndoshta me shpaluz detaje për fakt që gjithë këto takime po i marrim vesh ose po i kuptojmë edhe ne edhe publikun këtë rast prej deklarimeve të tilla ose në ndonjë status në Facebook, po janë duke u vazhduar duke u zhvilluar prapa dyve të ndryshme. Se përket zgjedhjes sekretarit, dihet që i takon me propozu partia më e madhe. Dhe nevojitën 61 vota për me u zgjedh kryetari i Kuvendit. Unë mbaj qëndrimin që kryetari i Kuvendit do të zgjedhet përputhje me kushtetutën edhe ligjet. Dhe pastaj me kaluar në fazën e dytë kompletimin e kryesisë nën kryetarëve edhe gjitha organeve tjera të Kuvendit, shefa grupe parlamentare kështu me radhë. Dhe nuk besoj që duhet ketë pengesë në zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Më thonë, unë pres që të ketë reflektim për gjitha partive, propozimi dihet kush e bën, kujt i takon e drejta, dhe të ketë votat mjaftueshme që të konstituohet Kuvendi dhe pastaj të vjen momenti për marrjen e mandatit për krijimin e qeverisë. Sa i përket takimeve, do të thotë me disa parti politike thuja se jemi në rregull, mund të marrte faza edhe pjesa ku realisht flasim për edhe formulën e komponimit të qeverisë, ndërsa sa i përket disa partive politike, e thash në këtë rast edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ne ende nuk kemi rrinë në atë fazë ku ta diskutojmë formulën e krijimit të qeverisë. Mirë po, unë jam shumë i hapur për diskutime, jam shumë i gatshëm për diskutime, nuk jam prej atyre që për ndonjë detaj apo të qes vështërsi në proces, po si ta bëjmë procesin më të lehtë edhe vendit këtë institucione. Kosovës në këtë fazë nuk i nevojitet vakumi institucional. Nuk e kem komoditetin si vend me pas vakum institucional, e thash dhe po e përsëris. Edhe për shkak të situatës gjeopolitike, edhe për shkak të sfidave dhe problemeve cilat na presin tani. Ndërsa takimet, po mohon takimet mohon në dyrë mbyllura, mohon mrena zyreve. Zoti Hamza, e përmendët që nuk jeni për vija dhe të kushe ju si Bedri Hamza, po a keni mbështetjen e partisë për këtë negocimit në lëvizjen vetëvendosje për klasën së veç vjen puna deri aty për formimin e qeverisë dhe tjetra, keni kushte sa për këtë koalicioneve, qoftë në partinë opozitare, por qoftë edhe me lëvizjen vetëvendosje, veç nëse vendosni me hyrje negociata për qeveri dhe cilat janë ato kushte. Shiko, grupi parlamentar i PDK-s, kryesia e PDK-s, organet e PDK-s, janë shumë homogen në këtë drejtim. Sigurisht se mund të kemi diskutime të mbrëmshme, mund të ketë edhe mendime ndryshe, po jam i bindur që votimi do të jetë i njëjtë për gjithë deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, Kuvendin e Republikës së Kosovës. Këtë drejtim nuk e kam asnjë dilemë. Sigurisht se unë kam mbështetjen e plotë prej momentit kandidaturës prej kryetarit zotit Krasniqi, për shkak shpreh respektin
maksimal gjithë anëtarët kryesisë dhe gjitha strukturat të Partisë Demokratike të Kosovës. Ndërsa sa i përket krijimit të qeverisë, ne kemi marrë iniciativë si Parti Demokratike e Kosovës, i kemi ftu, i kemi taku parti tjera. Me partin e parë, këtë rast lëvizjen vetëvendosje, nuk kemi deri në këtë moment kur farë komunikimi zyrtar. Nuk kemi pranuar ftesë, nuk kemi bërë ftesë sepse ftesa e radha dihet. Që shkon mirë, po realisht për shkak të programeve, për shkak të bindjeve politike, për shkak të koncepteve, është gjithmonë, më thonë, për mu është e preferueshme krijimi i qeverisë me lidhjen demokratike të Kosovës dhe parti tjera të cilat kanë ulse në Kuvendin e Republikës të Kosovës. Na kemi jemi të hapur me ull, me bisedu, me dhon vendit institucione dhe mos me leku vakum institucional. E para, e dyta, a jeni duke kalkulu çështjen e presidentit në këto bisedime dhe apo do ketë një qeveri një vjeçare, as një vjeçare, dhe e treta, nëse u fton lëvizja vetëvendosje, a do të shkonin takim? Ja, shiko, e para do të thotë, unë nuk e thash qoftë se nuk jam kryeministër. Radha është e qartë. Qytetarët kanë vendosur. Dihet radha. E dyta, se përket çështjes presidentit apo të presidentes, unë jam i bindur që është proces i ndarë. Gjithmonë ka qenë sfiduese zgjedhja e presidentit apo presidentes në Republikën e Kosovës për shkak edhe mënyrës së zgjedhjes, sepse dy rundat e para kërkohen që të jenë 80 vetë prezent dhe është vështirë. Nuk është e pamundur se në kalume ka pas koalicione me 80 vota, po është vështirë me u arrit 80 vota. Megjithatë, asnjëherë në Kosovë vendi nuk ka shku në zgjedhje për shkak të presidentit apo zgjedhjes së presidentit apo presidentes. Dhe e treta ka në lidhje me vetëvendosjen. Në lidhje me vetëvendosjen është në autoritetin, drejten e lëvizjes vetëvendosje, a ju ban ftesë partive tjera politike, as ju ban ftesë, deri tash drejtim të Partisë Demokratike të Kosovës zyrtarisht nuk ka ardhur asnjë kërkesë që të kemi takime dhe biseda. Nuk moj me thonë për situata hipotetike, sepse nuk kemi ftesë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit.